Për na kanë mundë ne, Sali Berisha e ka mbështetjen sot të antarësisë? Duhet vërtetu. Që kuptim ka mbështetjen antarësisë? Se kjo është një tezë. Atëre po zgjedhja, janë po zgjedhje një test. Po zgjedhja janë një test. Po pra, njerëzit në mënyrë të përcipte kalojnë këtë, analistat kujdo, sepse nuk thellohen. Është tjetër gjë ta shohësh ta tavolinë kështu, tjetër është ta shohësh gjithë tavolinën edhe me çfarë ka poshtë, me kënd, me bazamente. Janë këto zgjedhje një test? Në kandidimin në kandidimin që pata unë përballë Berishës, pati një rezultat real. 23.000, 24, nuk e majmen një shifër të 20 sa mishi, se du të hap letrat se si majmen, me 3.400. Më gjithë se i morën 27.000, 28.000 morën pjesë. Tashi, ku që ndronë mundja e Berishës? Pse the mund që Berisha është kollaj për të mund? Jo për të marrë 50% për ta mund me 50%, sa e kontrollon. Sa do që Berisha ka kontroll në një pjesë të vogël të antarësisë. Dhe në momentin që Berisha bjen nga 40.000 në 20.000, ai është i mundur, se i kanë ikë 17.000 ushtarë. Dhe kjo është arsyeja, frika e Berishës nuk është se e mund në njëri nga këto. Po Berisha duhet ta ketë portën bosh përballë që të bëj gola sa të doj vetë, që do të thotë ta nxjerr rezultatin sa do të vetë. Për shembull, në orën përballë në garën që paton përballë zotit Berisha ishte për të mbyllur qendra votimit në orën 6 mbasdite. Pa në rezultatin 20.000 vota, 2 orë mbushin i çojnë 40.000, se unë kam 40.000 ushtarë. Ju tha gjithë deputetëve, u çmendën deputetët duke gjetë njerëz, duke ndërtuar ekipe që votonin 50 në gjithë qendrat e votimit në Tiranë, ka pas të paktën 10-15 raste e diun, që kanë votuar 10 persona në 3-4 qendra. Çfarë do pikën te numri? Dhe pse ja ta argumentojnë, sepse jo më pak, po të minimumi në 10 raste, në 10 qendra votimi, dhe në raste u sugjeronte komisionerëve të mi, ku unë kisha, nuk e mulova të gjithë, nga presioni, nuk e mulova të gjithë Shqipërinë. E di çfarë propozimi i bënin këto? Hajde shënojmë votat sa dush, dhe kam dëshmitar për këtë. Edhe ti marrë i pëseni 15%, se i pëseni do 15% për të qenë pjesë, se me 15%, po të arrija, unë arrita 11% votat de facto. Me 15% në aspektin statutor, unë i imponohesha për të pas përfaqësinë time në kryesi dhe në këshill kombëtar. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Sepse unë në këtë formë do hyja me një grup njerëzish, do hyja si rrjedhoj pikpamjeve të mia, jo si rrjedhoj si që bëri Berisha mazgarëm, tha mu, hajde, bëu një drejtues partije këtu, do më hajde bëu palaçoja im. Unë do të mohoja fjalë që kisha thënë kundra Berishës në një farë forme, qëndrimet e mia, modelin tim, dhe këtë metodë ka bërë Berisha dhe i ka dalë suksesshëm me gjithë figurat tjera në Partinë Demokratike i merr, duke i marrë ato i ka zhvlerësuar në morale. Mendoni se 4 vite më parë, me qënë se Sali Berisha thonë ju do kontrolin e partisë të gjitha ata të cilët janë afër tij, përse lejuan kandidimin tuaj 4 vite më parë dhe sot nuk po e lejojnë? Mu që po mësem Salianin të ty në atë parti, unë ja kam nisë 17 vjeç. Unë 17 vjeç kam qenë një ndër nxënësit ekselent në atë kohë, në nivel kombëtar, dhe jam arrestuar, jam futur në burg për çështje politike, kam qenë mu dënu 16 vjet. Po thoni që ju s'kishin mundësi. Po si unë kam, po si mund të refuzojmë unë në vitin 2013 si kryetar partie, jam i vetmi dek në Shqipëri që kam shku me rritje vota, shku gjithë humën gjithë Shqipërinë. S'kam pas paleta të tjera, unë s'kam pas paleta të Salianit. Në është opinioni publik se kanë ditë, po ato e kanë ditë. Dhe këtë debat e kam pas me këtë me këtë Maltezin. Ai s'm ka njoftë, ai s'ka njoftë se s'ka bojet politike, më ka njoftë drejtuesit kupola drejtuese e Partisë Demokratike si një drejtues i suksesshëm. Sepse ju keni një kontribut dhe jeni antar i partisë. Deklarata e Sokolloldashit, drejt për drejt në Kukës ka qenë, doni të mësoni si fitohen zgjedhjet, hajdeni në Kukë, shihni organizimin dhe shihni se si realizohet një fushat elektorale, kur ka qenë përballë Lulzim Bashës. Që do thotë në Partinë Demokratike të Kukësit ka funksionuar në mënyrë institucionale. Nuk mund dhe është ndërtuar për shembull një institucion i cili mund përballet qoftë edhe me sfida si e 2013-s. Dhe thelbi nuk jam unë, thelbi është bën do të funksionojë ti si institucion, një deg dhe një parti? Po e bëret si institucion, ajo ka jetë gjatësi. Zoti Elezi, praktikisht dhe teorikisht, a kanë individ sot në Partinë Demokratike që mund ta sfidojë Sali Berishën? Duhet ndërtu model, nuk ka individ. Me këto sisteme, këtë model jo. Shit,
Në këto persona vetmja që është luftëtare, po nuk e ka backgroundin për të qenë, sepse është domon shumë e vonshme dhe nuk është se ka pas betejë politike këtu të mirë fillta, po që është luftare është kokalari, është luftare sepse lufton momentin që ajo arriti ta kuptojë, se fillim s'ka qenë out, një vit ka qenë out me realitetin politik. Se unë kam komuniku shpesh me... E kisha edhe unë një bisedë. Të paktën unë personalisht... Jam antari që në kohën e rithemelimit. Shumë pak se ju. Jo, unë jam 90. Mi, ju e një 90, po... Jo, në kohën e rithemelimit. Jo, thjesht... e përmenda që nuk është antare vjetër e partisë. Jo, unë du të them këtë, edhe pse s'është antare vjetër e partisë, ato nuk kanë pas një rregull para prag. Bashkia e rregullave që nxjerrin, nuk nxjerrin me Albana Vokshin para zgjedhjeve. Rregullat zgjidhen shumë kohë përpara, me qëllim që pikërisht mos të ketë një njeri ose një grup individ që vendosin rregulla preferencial. Pra të punë rregullohet statuti i Partisë Demokratike sistemohet nëpërmjet një rregullore dhe akteve tjera të nxjerra shumë më përpara. Në momentin që ti para garës më thumu po jo patë masdënimi ose patë 10 vjet, ku e nxorën 10 vjetëshin këto? Se ky 10 vjet që po ta kapësh dhe ta gjykosh ka të bëjë me karrierën, me institucionin e karrierës brenda partisë. Dhe mund të jetë, 10 vjet për shembull mund të kërkoj sekretari i përgjithshëm, jo kryetari i Partisë Demokratike.